Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, Erzen Tola, është vënë sërish në qendër të kritikave pas rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit për largimin e tij nga shërbimi civil. Sipas dy raporteve të njëpasnjëshme të auditimit, ndaj tij janë konstatuar shkelje të rënda administrative dhe financiare. Megjithatë, rekomandimet nuk janë zbatuar as nga ish-ministrja Ogerta Manastirliu dhe as nga ministrja aktuale Mirela Kumbaro. Raporti më i fundit, i dorëzuar në Ministrinë e Arsimit, evidenton se Tola nuk ka ndjekur zbatimin e vendimeve të gjykatës së lartë lidhur me punonjës të larguar nga detyra, duke mos kërkuar kthimin e rreth 7.5 milion lekëve të përfituara padrejtësisht nga ish-zyrtar. Gjithashtu, audituesit konstatojnë mungesë dokumentacioni për shpenzimet e karburantit gjatë viteve 2022-2023, me një dëm ekonomik prej rreth 4.7 milion lekësh. Sipas KLSH-s, këto shpenzime janë kryer pa efektivitet dhe pa kontroll të duhur financiar. Për këtë arsye, institucioni ka rekomanduar nisjen e procedurave disiplinore për largimin e Tolës nga administrata civile. Edhe më herët, gjatë drejtimit të ministrisë nga Manastirliu, KLSH kishte kërkuar shkarkimin e tij për shkelje në procesin e mbështetjes financiare të studentëve të ekselencës. Megjithatë, ai ka vijuar të mbajë detyrën.